Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Kompensimi është prej Allahut. Kujt ia marr dy të dashurit e tij dhe duron, do t'ja kompensoj ato dy me xhenet. Kujt t'ja marr ndonjë të dashur nga banorët e kësaj bote, e ai llogarit në shpërblimin nga Allahu, do t'ja zvendësoj ata me xhenet. Për durimtarin që humbi fëmijën në këtë dynja, kompensimi për këtë humbje të shtrenjtë ka kopshtin e xhenetit, ku do të qëndrojë përgjithmonë dhe çmimi i saj është edhe më i shtrenjtë se ajo që ju humb. Mos u miro, e mos përplas duart në fytyrë të bëhesh i dobët përpara fatkeqësive, se ai që të caktoi të përjetosh këtë dhimbje është mbizotëruesi i xhenetit. Qelsat e kopshteve të saj qëndrojnë në dorën e tij. Shpërblimin ai ta jep dhe ai ta zvendëson të keqen me të mirë, të lirën me të shtrenjtën. Ju që qëndruat durimtar kundrejt vështirësive, dhimbjeve e të këqijave, që i përballuat të gjitha këto tronditje me besimin që kishin zemrat tuaja, lexoni me vëmendje se ç'përshëndetje do t'ju dhurohet dhe ç'fjalë do t'ju kushtohet në xhenetin Firdeus. Paqja qoftë me ju, me durimin tuaj gjetët shpëtimin, sa përfundimi lavdishëm është ky vend. Me të vërtet jeta e kësaj dynjaje është e shkurtër. Pamja e kësaj gjithësie është e përkohshme. Sado e bukur që të jetë, një ditë ajo do të shkatërrohet dhe do të humbet. Do të zvendësohet me një më të vlefshme, më të bukur, që do të jetë e përhershme. Kjo hapësirë, pasurinë që mban e ka të pavlerë përballë pasurisë së botës tjetër të amshuar. Andaj kush përballoi helmet dhe hidhtinë e kësaj dynjaje, në botën tjetër sheh shpërblimin e tij të pakufishëm. E kush u lodh dhe mbeti i raskapitur këtu, atje gjen shpëtim të rehatshëm dhe të pafundëm. Kurse të lidhurit ngushtë me këtë të shkurtërën dhe adhuruesit e kënaqësive të saj mbeten të pangopur. Ndaj kur këmbët u aprek zjarri i kësaj jete, menjëherë bien poshtë. Qëndrojnë në shqetësime duke vajtuar momentet e ëmbla që u mbetën pa përjetuar, për arsye se ata kanë vetëm këtë jetë. Tjetrën as që duan ta përshkojnë në përmendjet e tyre. O ju që mbi shpina mbartni rëndesën e papërshkruar të kësaj dynjaje, që qëndroni mu si jeni dhe s'ja kundërshtoni peshën, se nuk ju a lejon besimi që ushqen durimin, ju përgëzoj me një fitim të sigurt e të përhershëm dhe ju tregoj se s'ju ka ikur gjë nga dora. Me pathyeshmërinë tuaj fituat të mirat e përhershme që ekzistojnë në botën tjetër të vërtetë. Ai që u godit nga e keqja dhe surrëzua para saj, le të ecë sy pa trembur dhe ball lart mbi muret e së keqes, që ta vërej rezultatin dhe fundin e saj se si do t'i dalë. Padyshim, në mur do të shohë mirësinë e papërshkruar që fitoi nëpërmjet durimit. Atëherë vihet ndërmjet tyre një farë muri që ka derë. Brendia e tij është mëshirë, xheneti, e nga ana e jashtme është dënimi, skëterra. Imani është jeta. Të palumturit me kuptimin e vërtet të palumturisë janë ata që kanë falimentuar nga depot e imanit dhe nga ekuilibri i bindjes. Prandaj të tillë gjithmonë i shoqëron e keqja, zemërimi dhe ndihen të pavlerë. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë. S'ka gjë që e gëzon shpirtin, që e edukon dhe e pastron atë, e që e bën në hare. Dhe s'ka gjë tjetër që ja largon shqetësimet, pikëllimet dhe brengosjet përpos besimit në ekzistencën e Allahut
Zotit të botrave. Ndaj, ta dish vlla, se nuk e gjen dot lumturinë në këtë jetë nëse s'ke besimin. E vetmja rrugë e ateistëve nëse zbinden në besimin e vërtet është vetvrasja. Ata e mbysin veten që të shporren e të zhduken nga prangat e hekurta të këtij burgu të zi. Sa e mërzitshme është jeta pa besim. Të bën të vrasësh veten. Sa mallkim i gjatë është ky që zbret nga dalë mbi ata që në tokë jetojnë jashtë programit të Allahut. Ne i rrotullojmë zemrat dhe të parët e tyre larg besimit, ashtu si kundër se besuan atë, Kuranin, për herë të parë dhe i lëm të bredhin të hutuar në mashtrimin e tyre. Erdhi koha kur e gjithë bota njerëzore të bindet dhe të besojë të vërtetën e pamohuar. Deshen apo s'deshen të pranojnë, ata e dinë në brendësinë e tyre se Allahu është një i vetëm dhe përveç tij s'ka tjetër. Pasi që kaloi një kohë shumë e gjatë, truri i njeriut erdhi në përfundimin se idhujt janë kotësira, se ateistët janë të mallkuar e jashtë rahmetit të Allahut, se të devijuarit janë ata që mbjellin gënjeshtra të kulluara dhe se të dërguarit që janë besnik ndaj misionit të tyre. Mbi zotërimin e tij, mbi gjithësinë, s'duhet ta mohojë kush. Ai është i madhëruar. Në dorën e fuqisë së tij është i tërë sundimi dhe ai ka fuqi mbi çdo send. Pra, nga besimi që ke, varet fuqia dhe dobësia jote, lumturia, qetësimi dhe siguria e shpirtit tënd. Kush bën vepër të mirë, qof mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do i japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Pra, këta kanë jetë të lumtur pa brenga dhe shqetësime, se në zemrat e tyre flen besimi i pastër, dashuria e Allahut rije gjallë në përdamarët e tyre dhe duke depërtuar rrjedhshëm pastron ndërgjegjen nga gjembët e mendimeve të kota që mund të shfaqen. Qëndrojnë gjakftohet përpara rasteve dhe ndodhirave, shumë më të qetë i presin caktimet e Allahut dhe vendimin e tij është shumë absurde ta kundërshtojnë. Këta janë kështu nga që kanë qenë të kënaqur që Allahu të jetë Zoti i tyre, Islami fe e tyre, Muhamedi lajmtar dhe i dërguari i tyre. Merre mjaltin, po mos e thye i kosheren. Kush posedon butësinë dhe urtësinë, ngado që të shkel lëshon bukuri. E kujt janë hequr këto dy veti kudo që të gjendet rivetmuar, nga kryelartësia dhe zëmrimi si afrohet asnjëri. Butësia në fjalë dialog, buzëqeshja e lirë mbi fytyrët, përdorimi i fjalëve të ëmbla e të mira janë si rrobat e bukura me çmime të shtrenjta me të cilat stolisen fatlumët. Kjo, gjithashtu, është një ndër cilësitë e besimtarit. Si bleta e cila ushqehet me ushqim të mirë dhe prodhon të mirën, e kur ulet mbi lule nuk e dëmton atë, sepse Allahu ja jep butësisë atë që s'ja jep dhunës. Për shumë njerëz të kapllon malli. E kur ndodh që të presësh njeriu për të cilin të ka djegur malli, nëse ndodhesh në fund të turmës apo grupit dhe të vështirësohet pamja e tij nga numri i madh që presin, ti dhe të tjerët që janë në pozitën tënde duhet të zgjatni qafat e të hapni sytë që të shihni më mirë. Kështu ngjallen zemrat dhe flakërojnë fytyrat në takime. Për çfarë syje bët këtë? Nga se njerëz të tillë janë të dashur pothuajse për të gjithë. Dashurinë e tyre tek të tjerët e mbjell fjala e tyre e ëmbël ndaj çdo kujt. Marrëdhëniet dhe lidhjet e tyre ndërmjet njerëzve me drejtësi. Në takimet dhe largimet e tyre, syt u mbesin me nostalgji. Pastërtia jote shpirtërore i tërheq njerëzit dhe shokët rreth teje si magneti. Gjithmonë i rrethuar me shokë, që mezi presin të jesh në mesin e tyre.
Nëse vjen nga larg, lajmërojnë dhe përgëzojnë për ty. E nëse shkon larg tyre, gjithmonë pyesin e bëjnë lutje për ty. Me të vërtet këta fatlum kanë moralin kushtetut që titullohet. Të keqen ktheje në mënyrën më të mirë, se atëhere ai, me të cilin kishit një farë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. Të lartë përmendurit e shuajnë zëmërimin ndaj të tjerëve përmes emocioneve të tyre të pastra, ku me plot ngrohtësi depërton butësia, dhe bëhen falës të sinqert ndaj atyre që u bëjnë pa drejtësi. Shumë shpejt i harojnë të këqijat dhe mbajnë mend të mira. Nëse mbi ta hidhen fjalë fyese e sharje apo tallje me personalitetet e tyre, mbyllin veshët e nuk dëgjojnë. E këto thënie humbasin sikur të mos kishin ekzistuar. Të tillët janë në rehati të vërtet, por edhe njerëzit rreth tyre janë të rehatshëm. Besimtarët gjejnë paqe e siguri te këta. Musliman është ai prej gjuhës dhe dorës së cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë, dhe besimtar është ai prej të cilit njerëzit janë të sigurt në gjaqet dhe pasuritë e tyre. Vërtet, Allahu më ka urdhëruar që të mos i shkëpusë lidhjet me ata që më bojkotojnë, dhe t'ja falë atij që më ka bërë pa drejtësi, e t'i jap atij që nuk më jep. Dhe që frenojnë mlefin që ua falin të keqen njerëzve. Të përgëzuar janë ata që i kanë këto veti, se qëndrimet e tyre do t'i shpijen në kopshtet e në lumenjt, me Allahun fuqi plot do të kenë fqinjësi. Në një vend të kënaqshëm, të sunduesi i plot fuqishëm. Pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Fol të vërtetën, pash krijuesin tënd. Thuaje të drejtën se ta mbush zemrën me erë të këndshme. Përvoja ime është argumenti yt. Prisi i grupit nuk gënjen kurrë. Pra, thuaje mos nguro, se nuk ke gjetur kurrë e as nuk ke për të gjetur fjalë që ta zgjeron gjoksin dhe ta rrit shpërblimin si të përmendurit e Allahut. Pra më kujtoni ju mua, që t'ju kujtoj unë juve. Përkujtimi i emrit të Allahut të zbukuron fytyrën dhe pamjen, ashtu si që zbukuron pamjen e shtëpisë sate një kopësht i bukur me trëndafila të lloj-llojshëm dhe drunj të shpesht gjelbërues. Pra ai që si shijon kënaqësitë e këtij kopshti, s'mund i provojë kënaqësitë e kopshteve të xhennetit në botën tjetër. Përmendja e shpeshtë e Allahut të zgjon trupin dhe shpirtin nga vështirësitë, lodhjet dhe shqetësimet e kësaj jete. Jo vetëm kaq, por kjo është edhe rruga më e lehtë dhe e shkurtër drejt shpëtimit. Lexoje Kur'anin që të njohësh se ç'është të përmendurit dhe çdo ditë provoje ushqimin e tij që të arrish shërim. Me përkujtimin e emrit të tij largohen rretezeza dhe shkëlqen dielli i jetës. Me përkujtimin e tij shkrihen kodrat e të këqijave dhe mërzive. Pra, mos u habit kur përkujtuesit gjejnë reati dhe mbështetje, se kjo është ajka e esencës, por habitu me ata që janë larg kësaj fushë se si jetojnë dhe si ndjehen. Të vdekur e jo të gjallë, dhe ata nuk e dinë se kur do të ringjallen, adhuruesit e tyre. Sa shumë njerëz u ankuan prej pagjumësisë dhe derdhën lotë buzëngjarjeve të dhimbshme, sepse ju mungonte fjala që përkujton, dhe e cila e zbute gërsinë e tyre. Pra sa më shumë që të përmendet Allahu në gojën dhe trurin tënd, aq më tepër do lirohesh nga prangat e rënda të jetës. Do të gëzohet shpirti dhe të pushojë ndërgjegja. Pra mbështetu dhe bazohu tek ai, tek i cili kthehesh përsëri. Mendo mirë për krijuesin tënd që shpresa të t'i hap dyert e hekurta që të kanë zënë rrugën. Ai është afër teje. E nëse thirret,
dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve. Pra, përullu, frikohu dhe ki respekt para ti. Përsërite shpeshere emrin e ti të bukur me gjuhën që ke. Lavdëro dhe falëndero, lutju dhe kërkoj, se do t'i gjesh kërkesat e tua. Ndaj Allahu u dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. A u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu u dha nga mirësitë e tij? Xhelozia është një sëmundje e vështirë së cilës si gjendet kur shërimi. Ajo i ngjan gangrenës që të dërmon ashtin dhe të shkakton prishje në trup. Fillon nga pikë e vogël, pastaj shpërndahet dhe kaplon tërë trupin, ashtu siç është thënë. Ziliqari s'është kur i qetë. Ai është zullumqari i vetvetes. Është armik që ri mbështjell me pëlhur të mikut. Kanë thënë, sa e mirë dhe sa e drejtë është zilia, fillon me pronarin e saj e pastaj e mbyt pata. Unë ndaloj veten dhe përpiqem t'ju ndaloj edhe juve nga zilia. Të mëshirojmë pra veten tonë para se të bëhemi të mëshirshëm ndaj të tjerëve. Nëse ne i xhelozojmë të tjerët për të mirat që kanë dhe zemrat tona u dëshirojnë të keqen atyre, s'bëjmë tjetër veçse me trupin ton ushqejmë të tjerët dhe shpërndajmë gjumin e qepallave tona mbi sytë e tyre. Vërtet, xhelozi është ai që ndez furrën dhe hyn e piqet vetë në të. Smirkeqi prish jetën e lumtur të tij dhe i mbjell vetes ferra e kaçube. Belaja e ziliqarit qëndron në atë se ai lufton caktimin e Zotit dhe akuzon krijuesin për padrejtësi. Allahu të na falë. Ka edukat të keqe me ligjin e tij dhe kundërshton të dërguarin. Ai qëndron në zjarrin djegës të përhershëm derisa të pushojë, apo të mirat e tjetrit nga prona t'ia largojë. Të gjitha përmisohen dhe kthehen nga e mira përveç xhelozit. Ai kur nuk kthehet përveç se nëse të sheh se gjithçka patet humbi, atëherë kënaqet. Allahu na ruajt prej inatçorëve dhe smirkeqve, se ata s'janë veç se gjarprinj të zi helmues që s'ta largojnë gjuhën nga trupi derisa ta zbrazin pikën më të fundit të helmit në trup pafajshëm. Andaj ta ndaloj zilin. Kërkon ndihmë tek Allahu nga ziliqari, se ai në të vërtetë rri i gatshëm dhe të pret.